Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Departamenti Amerikan I Shtetit shpreh shqetësimin se Maqedonia ende nuk I përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikut të qenieve njerëzore. Në njoftim thuhet se autoritetet e Maqedonisë së Veriut po bëjnë përpjekje të konsiderueshme, por vendi ende nuk I përmbush plotësisht standardet. Përpjekjet përfshin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Fondet u ndan për një fond kompensimi për viktimat, u formua një komision për të gjykuar rastet dhe krijuar një grup të mbijetuarish për të dhënë rekomandime për përpjekjet kundër trafikut, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut shkarkon gjyqtarin në nver buxhetin nga gjykata e apelit. Në vendim thuhet se buxheti ka kryer shkelje të rënd disiplinore dhe me sjelljen e tij ka dëmtuar reputacionin e gjykatës. Buxheti është gjithashtu në listën e zezë së SHBA-s me dyshimet për rushfet nga Mjalkov. Në mbrojtjen para këshillit buxheti pretendoi se kundër tij nuk ka procedim penal dhe se lista e zezë nuk është dokument detyrues, ndërsa mbajtjen në lëndë nësirtare argumentoi me kushtet e punës gjatë pandemisë. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Silianovska-Davkova, kërkon arritjen një marrëveshje brenda vendit për integrim në BE. Ajo deklaroi se nuk mbështet vendosjen e linjave të kuqe të reja në procesin e integrimeve europiane. Nëse dalim jashtë me konsensus, atëherë do të na respektojnë, tha Silianovska-Davkova, duke komentuar rezolutën e propozuar nga lideri I LSDM-s për integrimit europiane. BE kërkon nga Maqedonia e Veriut ndryshime kushtetuese si e vetmja mundësi për hapjen e negociatave për integrim. Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi qytetarët për sistemin e ri të hyrje-daljes në vendet të zonës Schengen. Në njoftim thuhet se qëllimi është të rritet siguria, të lehtësohet kalimi I kufive dhe të parandalohet tejkalimi I kozgjatjes së lejuar të qëndrimit. Ministria e Punëve të Brendshme apelon qytetarët që planifikojnë udhëtime në vendet e zonës Schengen që të njohin me kohë rregullat e reja për të shmangur vonesat panevojshme. Sistemi do të zbatohet në faza nga tetori 2025 deri në prill 2026, kur vulat në pasaporta do të zëvendësohen plotësisht me regjistrime elektronike. Ai zbatohet në të gjitha kufit jashtëm të vendeve të zonës Schengen dhe është I destinuar për shtetasit e vendeve të treta që udhëtojnë për qëndrim të shkurtër deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, pa marrë parasysh nëse udhëtojnë me vizë apo pa vizë. Në kuadër të fillimit të fushatës për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, kryetari I Kuvendit Afrim Gashi bëri thirrje publike për organizimin një gare të drejtë, demokratike dhe dinjitoze. Kuvendi tashmë është shprehur me unitet përmes deklaratës së përbashkët për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Kujtoj që respektimi I kësaj deklarate është një obligim moral e politik për secilin në këtë fushatë. Gara politike të zhvillohet në frymën e një demokracie të shëndetshme. Kryeparlamentari nënvizoi se ky moment nuk është një formalitet institucional, por një mjet thelbësor për qytetarët që të zgjedhin drejtues me integritet dhe vizion. Ai u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike, institucioneve, kandidatëve dhe qytetarëve që të shmangin çdo formë presioni, gjuhë të urrëties, propagandë përçarëse apo keq përdorim të resurseve publike. Ndjej obligim të bëj thirrje të qartë tek të gjitha subjektet politike, kandidatët dhe strukturat organizative, institucionet dhe mediat, aktivistët dhe qytetarët, të tregojnë nivel të lartë kulturës politike dhe qytetare, të përmbahen nga çdo formë presioni, përdorimi I gjuhës së urrëties, propagandë polarizuese dhe nga keqpërdorimi I resurseve publike. Avokati I popullit në Maqedoninë e Veriut vendos në shërbim të qytetarëve një linjë telefonike falas, ku do të jenë gjendje të raportojnë çdo shkelje të drejtave të tyre gjatë fushatës zgjedhore si dhe ditën e zgjedhjeve vendore. Qytetarët do të kenë mundësi të raportojnë paregullsi edhe në 6 zyrat rajonale të avokatit të popullit çdo ditë pune nga ora 8 deri në orën 16. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut garanton qytetarët se liria e medias dhe siguria e gazetarëve janë shtyllat e një shoqërie demokratike. Si pjesë e këtij angazhimi në faqen kryesore të internetit të Ministrisë së Brendshme është vendosur një lidhje me regjistrin e sulmeve ndaj gazetarëve, e cila të çon në faqen e internetit të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku dhe publikohet regjistri. Ai paraqit rastet të shkeljes së të drejtave të gazetarëve me detaje mbi llojin e sulmit, vendodhjen, statusin e raportit dhe procedurën. Politik. Fillon zyrtarisht fushata në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Votimet do të mbahen më 19 tetor. Partitë politike dhe koalicionet kanë filluar aktivitetet e tyre zyrtare zgjedhore. Fushata, e cila startoi në mesnatë, do të zgjasë deri më 17 tetor në mesnatë. Pas kësaj do të hyjë në fuqi heshtja zgjedhore 24 orëshe, ndërsa raundi I parë I votimit do të zhvillohet më 19 tetor dhe raundi I dytë më 2 nëntor. Vetë qeverisja lokale është organizuar në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit, I cili ka status të veçantë dhe përfshin 10 komuna me kompetenca të përbashkëta.
A shpërsojnë tonë në ditën e parë zyrtare të fushatës për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut. Ministri dhe njëkohësisht shefi i kabinetit zgjedhor i Vlenit në Tetov, Besar Dyrmishi, akuzoi Ahmetin dhe strukturat e tij për siç i cilëson ai, pazare me serb dhe për përdorimin e gjuhës fyese në politik. Përmes rrjeteve sociale Dyrmishi shkruan se tani edhe disa ditë po u dalin të palara që kanë bërë me serbët. Dyrmishi përmendi dhe raste të rënda të skaluarës duke theksuar se emrat e Rexhail Qerimit dhe Samet Limanit, për të cilët tha se u dëmtuan padrejtësisht, ndërkohë që sipas tij figura të tilla si Bobon Ilić dhe Sasho Mjalkov shëtisin të lirë. Duke referuar deklaratave të Ahmetit në Shkup, Dyrmishi e ka quajtur këtë qasje turp dhe një shenjë pafuqie politike. Vjen përplasjet në distancë mes partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut në prag dhe të zgjedhjeve të fundit vendore. Kandidati për kryetar i komunës Çajirit, Bujar Osmani, në një konferencë për media paralajmëroi një kthesë radikale në menaxhimin e komunës me qëllim të qartë për çrënjosjen e përfundimtare të korrupsionit, i cili siç theksoi ai, po e ha komunën dhe po i ha paratë e qytetarëve dhe po i shndron taksat e tyre në përfitime për individ. Një rënje e kalbur që me 19 tetor do ta presim dhe do ta shkatrojmë. E kjo është korrupsioni i thellë dhe i rënjosur në komunën e Çajirit. Korrupsioni po e ha Çajirin, po i ha paratë e qytetarëve, po i ha mjetet për projekte që duhet të jenë në interes të qytetarëve, ndërsa pushtetarët dhe përfituesit pasurohen mbi kurrizin e tyre dhe nga tatimet e tyre. Në fjalimin e tij, Osmani paraqiti dhe planin syri qytetarit, të cilin e vlerësoi si mekanizmin më të fuqishëm kundër korrupsionit. Do ta kthejmë komunën në duart e qytetarëve. Do të themi të gjithë bashkë stop korrupsionit në Çajir. Do të ndërtojmë një komunë që do të jetë shembull për të gjithë Maqedoninë e Veriut, moderne, efikase dhe transparente. Unë jam gati, ekipi është gati dhe e di se edhe ju jeni gati për ndryshimin që e meritojnë. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari është i bindur se Aleanca Kombëtare do të fitojë 6 deri në 7 komuna që në raundin e parë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, pjesa tjetër do të vendoset në raundin e dytë. Ai deklaroi se nuk ka më dyshime për fituesin dhe se në Maqedoni nuk diskutohet më se kush i fiton zgjedhjet, por cilët do të jenë raportet e fitores midis forcave politike. Aleanca Kombëtare me Vlenin është gati më shumë se 3-1. Edhe në Vrapçish dhe në Vostivar. Në Saraj tashmë Bleranti është një diferencë 2-1. Spaku anketat që i bën agencioni. Në Tears jemi pak para, po diferenca nuk është shumë e madhe. Unë besoj se këto ditë tash me fushat do të thellohet diferenca edhe në Tears. Po, edhe në Tears jemi në epërsi. Besoj se doja dalim që Aleanca për Shqiptarët në të ardhmen të ketë 3 deputete 4 komuna. Pres rundin e parë në 6-7 komuna të mbarojë në raundin e parë të zgjedhjeve. Në kampin politik maqedonas, Taravari ishte mendimit se fituesi i pritshëm është partia në pushtet VMRO DPMNE. Kandidati i Vlen për Çajirin Izet Mexhiti vjon akuzat ndaj BDI-s për lidhjet me botën serbe. Para të pranishmëve, Mexhiti deklaroi se kandidati i opozitës për Çajirin ka qenë 11 herë në Beograd dhe asnjëherë në Prishtinë. Daka Davidović, pra prej 80 komunave zgjodhi komunën e Tetovës. Kompanitë e kazinove nën tokës serbe nëpërmjet Artan Grupit i ke gjithandej në përvendbanimet shqiptare. Flas për Mozart, Admiral që bazën e kanë në Serbi. Radočići me kredite shpejta që ishte protagonisti kryesor i ndarjes së Mitrovicës së Veriut, që u largu nga qeveria e Albin Kurtit u shport me kredite shpejta, vend i ofroi ministri i financave nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe sot pra banka serbe, Alta Banka, vjen nëpërmjet zotit Ahmeti, nëpërmjet familjarëve të tij, dhe kjo flet qartë që kjo nuk është rastësi, po kjo është strategji dhe tash bëhen të qarta edhe pozicionimet pro-serbe të bujarit për Mitrovicën e Veriut. Deklaroi Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Në konventën e Vlenit në Shkup, zëvendës kryeministri Arben Fetaj premtoi fillimin e një historie të re për shqiptarët, duke kujtuar fjalët e Arber Xhaferit se mjeshtria që formon ose deformon vetë dijen quhet propagandë. Fetaj tha se për 20 vite shqiptarët janë mbajtur peng i mashtrimeve të BDI-s që pazaret në tavolinë i shisnin si kauza kombëtare. Fetaj prezantoi kandidatët e Vlenit për kryetar komunash, duke theksuar se nga Tetova në Gostivar, nga Çajiri në Struk e deri në Likov e Kumanov, ata do të jenë fytyra e shpresës dhe ndryshimit. Kudo që jetojnë shqiptarët në këtë vend, kandidatët e Vlenit do të jenë fytyra e shpresës tuaj. Përballë e kemi një koalicion mbetjesh politike, Taravari, Ahmeti dhe Stela. Ata janë më një lavatriçe e prishur.
Një lavatriçe e prishur që rrotullohet, po arse si nuk i pastron njollat e pislëkut që nuk hekën kur. Ata flasin për Europë, por bëjnë koalicione me partinë më anti-NATO, më anti-BE, më anti-Amerikë që ekziston, Levicën. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, pretendon se konventa promovuese e koalicionit vlen e mbajtur në sallën Boris Trajkovski në Shkup e dëshmoi qartë realitetin politik, se qytetarët dhe mbështetësit e dikurshëm i kanë braktisur. Sipas opozitares shqiptare në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht propagandës së shfrenuar dhe presioneve të palishme të pushtetit, populli nuk u përgjigj thirrjes për të mbështetur një projekt që ka humbur çdo kredibilitet dhe është ndruar në mashtrim të madh. BDI listoi dhe disa nga premtimet e pambajtura sipas saj të shumicës në pushtet si premtimi për 2500 punësime, 10.000 euro për çdo qytetar, Akademi të Shkencave Shqiptare, Bankë Shqiptare, ndryshime kushtetuese e respektim të marrëveshjes së orit. Zëvendës kryeministri i parë Izzet Mexhiti kërkon nga kryetari dhe kryetari i BDI-s që publikisht të tregojë nëse, siç thot ai, do të vazhdojë të kërkojë kryeministrit Istra Mickovski për të bërë pjesë e qeverisë. Reagimi vjen pasi nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani e quajti Mickovskin albanofob. Ishte Izzet Mexhiti. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut ka vijur fushata për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, Ali Ahmeti, kreu Bashkimi Demokratik për Integrim, në intervistë për emisionin Balkan Talks në Euronews Albania, i cilësoi këtë zgjedhje si një referendum shqiptaro-maqedonas, ndërsa nuk munguan kritika ndaj kryeministrit Istra Mickovski se po bën politik në kurisë të shqiptarëve. Kristianit i them, hiç dorë nga këto zagarët që të bien informacione dhe ky duhet të prononcohet Kristiani për informacionet. A janë të besueshme? Nëse nuk janë të besueshme, pse po i shpërndan te komuniteti ndërkombëtar? Kasneci, janë tanë që thot para dite e Kristiani, mas dite e thon këta tanë të vlenit. Lakej, i rrin gati Kristian Mickovski, si në ato borët e hershme, me pak fjalë. Unë i kom qenë shumë porosi Kristian Mickovski që të heqë në dorë nga këto veprime, me vazaj. Ali Ahmeti tregoi një detaj të takimeve me Mickovskin, ku tha se ky i fundit fillimisht i kishte propozuar që në të njëjtën kohë me zgjedhjet lokale të tetorit të zhvilloheshin dhe zgjedhjet përgjithshme të parakohshme, ndërsa më pas kishte ndryshuar mendim. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut njofton ndërprerjen e fushatës zgjedhore në 17 tetor me synim për të marrë pjesë në protestën barkombëtare që do të zhvillohet në Tiranë, të thirrur nga organizatat e dalja nga lufta UÇK-s. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbej të Tiranës, duke filluar nga ora 17 me moton drejtësi për çlirimtarët kundër padrejtësisë në Hag. Ali Ahmeti, i cili ishte pranishëm dhe në protestën organizuar në Prishtinë, në cilësinë e bashkëthemeluesit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka pranuar ftesën e organizatorëve për të qenë pjesë e kësaj proteste të madhe mbarkombëtare. Aktualitet. Situata e sigurisë në rajon dhe mbështetja e sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës me pjesëmarrjen e armatës së Maqedonisë në misionin Altea, si dhe përvoja maqedonase për antarësim në NATO ishin temat kryesore të bisedimeve mes ministrit të mbrojtjes Vlado Mijalkovski me omologun e tij nga Bosnja dhe Hercegovina, Zukan Helez. Ndihet një ndikim i caktuar në Bosnjë dhe Hercegovinë nga Federata Ruse. Jam i lirë të them që është ndikim malign. Për ne shtetet e vogla është mirë që të jemi të integruara në aleancën ushtarake si NATO dhe aleancën politike Bashkimi Evropian, tha Zuka Helez, ministri i mbrojtjes i Bosnjës dhe Hercegovinës. Maqedonia e Veriut ofron shpërblim për sukseset e të rinjve. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në konferencën organizuar nga Instituti i Kimisë pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore në Shkup njoftoi se ministria po mbulon plotësisht penzimet për udhëtim dhe regjistrim të nxënësve dhe mentorëve të cilët do të kualifikohen në olimpiadat ose në garat ndërkombëtare shkencore. Krijuam zgjidhje sistematike dhe askush më nuk do të ketë sfida financiare për të udhëtuar dhe për të përfaqësuar vendin e vet, tha Vesna Janevska. Vazhdojnë në rritje pagesat elektronike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Banka Popullore tha se në 3 mujorin e 2 të vitit 2025, udhër pagesat elektronike janë rritur me 9% në numër dhe me 20.9% në vlerë. Më shpejt është rritja përmes kanaleve digjitale, transaksionet u rriten me 18.6%, ndërsa vlera e tyre me 28.3%. Dominojnë aplikacionet mobile përmes të cilave janë realizuar 71.3% e pagesave digjitale. Të dhënat tregojnë se qytetarët gjithnjë më shumë po kalojnë tek mënyrat digjitale të pagesave, ku telefoni mobile mbetet kanali më i shpejt dhe më praktik. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.